unë jam shumë i vëmendshëm dhe një ekipi tërë po dëgjon me shumë vëmendje gjithçka që duhet dëgjuar nga protesta e bulevardit, e cila ka dy shtresa, ujin e rrjedhshëm të gjithë atyre që dolën sinqerisht dhe që janë sinqerisht të shqetësuar apo që kanë halle reale, dhe korja e zezë e gjithë dështak zemrakëve të ardhur nga gjitha rrugët e jetës që kanë krijuar një situatë konvulsive ku janë shfaqur dhe elementet e pashmangshëm të dhunës. Kushmir mbrëma, sinkronisht apo ndoqët është kthyer tani në përditshmëri, prershmëri, si ta themi, jo përditshmëri sepse ne nuk e kemi emisionin për ditë, siç e dini dhe ju, por në mënyrë të prershme ne fillojmë sigla dhe pastaj një video e protestës e cila vijon sot në ditën e 37. Apo ja, vijon. Sot në studio do të jem me 4 personazhet protestës që thamë është në këtë ditë, në ditën e 37. Do të përpiqemi të bisedojmë çka që kjo protestë deri tani dhe si do të vijojë më pas. Grupi që organizoi fillimisht protestën kërkon që ajo të vijojë në këtë mënyrë, pa u formalizuar në një kuvent apo organizëm politik. Ndërsa një tjetër grup, kujt i bie kjo telefon, mund ta mbyll apo ja. Ndërsa një grup tjetër kërkon sa më shpejt krijimin e një kuvendi. Pikërisht këtë problem do diskutojmë mbrëmjen e sotme. Pra pjesën e parë, se në pjesën e dytë ne do të kemi një panel tjetër sërish për protestën me Arlind Qjorin dhe disa analistë. Për problematikën e parë, siç u thash, nderuar shikues, ka një konfuzion, si thua. Aty ka shumë grupime, një gjendje mjaft heterogjene që në fillim të kësaj proteste, unë kam folur nga aty me zonin Luboja dhe ai e konsideron të si të tillë edhe në fillim. Pastaj më pas u mblodhën të gjithë. Mblidhen të gjithë përveç gjeneratës Z, njerëzve që kanë një hall të madh e tjera, ty mblidhen dhe njerëz të kategorive ndryshme dhe të kanë të drejtë dalin, nuk mund të themi tani pse del filani apo filani. Është puna e tij, detyra e tyre të dalin në protestë të gjitha. Por secili vjen edhe për halle për katse që ka. Ndodhi një herë arbër që erdhi dhe një grua që i kishte lënë buri, ishin ndarë me burin. Po, jo, këtë hall kishte, shkreta. Por gjithsesi në këtë plan do një organizim. Por ka një gazetar këtu te unë dhe analistë të njohur, të cilët nuk janë me këtë ide. Jo, thotë tani pushat. Të vazhdoj kështu. Me diskutim është kjo. Armir Shkurti, autor i Gjada në MCN TV, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Më fal, sepse Iris duhet të është aty të parë. Iris Kola, aktiviste, studente, të ra bara tani që 20 vjeç ti të merresh me punë të vështira. Me politik. Të vend po të rinë ndonjëherë përpiqen të shkretet, edhe në figurative të shkretet, përpiqen me gjitha mënyrat të punojnë, të bëjnë mirë për vendin, siç ndodhi edhe në vitin 90 e tjera, po vështirë shumë në vendin që jetojmë. Edvjol Kolluri dhe Arbër Leshi, të dy aktivistë, po ndoshta që mendojnë dhe ndryshe dhe ne do i përplasim idetë e njërit dhe të tjetrit këtu. Nuk është ky pikërisht qëllimi për të përplasur, po Jo, të përplasim idetë. Gjenerata Z e Irisit është ajo që i duhet më shumë protestës. Okej. Edhe kemi qenë prezent. Anditela do të jetë në një lidhje me mua, vazhdimisht do të rrjedhë përpiqje ta ketë në qendër të fokusuar barabar me ne të tjerët. Mirëmbrëma. Ndoshta jo barabar me mua tëra, se ndoshta unë jam si më i rëndësishëm këtu. Se mund, se kjo s'ka pikë rëndësie. Tani, para se të hymë të ky lloj diskutimi që them që mund të jetë në trajt debati, zoti Leshi, ju keni qenë ndaluar për 3 ditë pas protestës te kuvendi.
pse jeni ndaluar, ju keni folur dhe për median tjetër e gjithë e tjera, Leon të mora vazhdimisht në telefon, kishin marrë dhe telefon, e gjitha, por unë mora vesh të çfarë kishte ndodhur, unë e di tani, personalisht, por për shikusin, si ka ndodhur ndalimi juaj, dhe ne o tha dhe u çuditja, unë po ta kisha mësuar më përpara këtë, do kisha telefonuar me një gazetarin Medveliu, se ti më duket I kishe hedhur vezë Medveliut. Po, meti nga Mikrofonit të Medveliut. mikrofonit Medveliut dhe Gjatë kohës që televizionit Medveliut do të thuash ti, në sakt logos së televizionit të Medveliut unë po ta kisha marrë vesh më përpara, e mora vesh më shumë vonë. nuk do mësoje. Dikush më tha një gazetare e Topit, muaj që ka shkruar aty tani, Bezati, tha muaj që ka goditur Metin dhe është shumë e vështirë situata, unë do kisha marrë Metin. Se unë njive me të dhe I thosha që ti edhe vezën edhe mund të hash, ta ditësh le të mos dëmtojnë në arbrin. Po, kjo ka ndodhur. Çfarë ndodhi konkretisht? Me vezën, po flisni apo për protestën, se nuk e kuptova. Për vezën tani mund ta përmendësh ti, por veza ishte shkak apo në një gjë Jo, se tjetër më shikoj që- madhe se shikoj për që një po- vezë ty të qethën kare. Shikoj që po paradizoni protestën duke u marrë me vezën, po ndërkohë Jo protest. Unë po parodizoj atë që të morën ty dhe të futu në hu për një vezë. Vezë idhen kudo. Në gjithë botë. tani O, bëre në një gjë tjetër. Arbër. është janë pa pamjet, mund të shihni edhe tani. Po I kam parë në Po pjesën. ja, kjo është momenti, ja, shikoj. Shikoj. Që dukshme se çfarë. Po ç'bëre Kam bërë tjetër? dhe çfarë nuk kam bërë. Ja, shikoj. Shiko tani, sa policë duen për të më neutralizu mu. Shive Është herë? aty të kanë mbajtur gjatë aty. Prit, kanë kordu tani, prit, kanë kriju tani një rreth me njerëz për të bloku pamjen e kamerave dhe aty ne kemi hangër grushta dhe shqelma pa numër, shiko, unë kam atë gjurin e thundrën e polisit mbi kokë atje. Dhe të fundrën të vonë ty aty. Pra, ju thoni tani jo veza e Jo, pulës, nuk ka veza e rëndësi, patës, jo. veza e flamingës. Ka rëndësi kjo gjë, veza. Veza është e rëndësishme sepse ti nuk mund të arrestosh për shkak të vezës. Sigurisht. Dhe unë po të pyes, bile ndoshta bëra dhe unë një gabim aty. Se unë interesova I thash ora man ma lironi këtë se e kam në emision. Ti që është nxirr këtu dhe s'kishe si të liroheshe. Dhe ky ishte ndoshta edhe një shkak më shumë që Mane. të mos liroheshe. Ja, dhe nëse doni t'ja u them tamam se çfarë ndodhi. Çfarë thanë ata aty dhe çfarë ndodhi konkretisht tani? Të morën ata. Po, më morën, më shtrinë tokë. Kemi hangër një, pa egzagerim, 30-40 grushta, shqelma, goditje me shkopi gome. Pastaj, më ullën diku, aty vjen një civil dhe thot, ne ty dhe ta mbyllim gojen me ngjitës. Kupton? Dhe unë e pyes, kush jeni ju dhe si me çfarë forme pretendoni se keni gjithë këtë fuqi që të mbyllim gojen me ngjitës. Dhe a I thot, unë do të tregoj ty se kush jam. Që edhe ngjitës në gojë. Tha që do të ta mbyll gojen me ngjitës edhe të vitë shtëpia, për me till gangster kemi të bëjmë, dhe kupton, çështja është serioze. Po njeriu ishte civil apo polic? Civil ishte, dhe e kam pyet kush je. Më kanë fut pasaj dy... Civil në automjetin e policisë? Po, civil në automjetin e policisë, së ndilja mrapa, kam qeni prangosur me durt mrapa, dhe kam hongër një 30 grushta në fytyrë. Si ju duket? Ju duket për qesh? Jo. Ja, që për qesh për është... Jo, kjo është, prit, Në çdo vend botë është e dënueshme. është dënueshme. Por policia e shtetit e lejon këtë. Ju kam thonë dy policëve që ishin aty para. Ej, policë, çfarë po ndodh? E kanë mbyll gojën. Ky me sa duket kishte një farë autoriteti mbi policët me uniformë. Për këtë po flasim. Pastaj, kam shku në komisariat, kam hy aty dhe më herë sa u kam hy, oficerët që kam pa, ju kam thonë, hey, më ka dhënu dikush në makinë e policisë që erdha këtu. Dhe përgjigjja ishte prit, se duro. Ore, më goditën me grushta kur erdha këtu, isha I prangosur, nuk është as neutralizim, është torturë. Ti është I prangosur të godazin në fytyrë me grushta. Dhe, nëse, pastaj kam kërku ndihmë mjekësore. 4 orë rresht, askush nuk e ka vënë në zjarr. Askush. Kuptoni, kjo nuk është thjesht. Kërkova ndihmë mjekësore aty. Kërkova ndihmë mjekësore dhe nuk e kanë vënë në zjarr, më them. E kuptoj, kjo nuk është Se mjeku po të vinte aty do konfirmonte që të kishin qelluar ata. Urdhro? Pikërisht. Po të vinte mjeku do konfirmonte që të kishin qelluar ata. Sigurisht, po. Dhe taktikisht janë shumë të mpret. Dhe pas gjithë kësaj, kanë firmos një proces verbal për më majtë më gjatë, megjithëse nuk kishin asnjë provë, 0 prova. Në proces verbal shkruaj që ju jeni filmuar duke goditur makinë e policisë, duke goditur me gur, duke
duke hedhur sende të forta në drejtim të policisë, i them prokurorit, atit oficerit policisë gjyqësor, ku janë këto prova për cilat flisni? Do t'ja japim prokurorit. Pra, kemi të bëjmë me një polici shteti që funksionon si mjet represioni. Dhe kam thonë pastaj dhe në sallë gjyqit që përveç gjykatës që duhet të merret me këta personat e dhunshëm brenda policisë shtetit, edhe vetë institucioni policisë shtetit ka realisht detyrimin që policët e dhunshëm mes tyre t'i veçoj për të tjerëve dhe t'i vendosi para përgjegjësisë. Madje policia e shtetit duhet t'i padisi policët e dhunshëm për dhunë. Qartë. Ju do ta ndiqni rrugë ligjore? Unë do ta ndjek ligjërisht pretendimet që keni për dhunë? Unë do ta ndjek deri në fund. Nuk e di, a janë gjitha pamjet, po çfarë që kanë dalë 2-3 video nëpër media, po nuk janë gjitha, do t'i mbledhim gjitha dhe do të gjejmë. Atë që ju ka goditur civili? Po. Brenda anatomia të policisë. Po e pyetet kush jeni ju? E kam pyet 10 herë. Gjatë kohës që godiste e kam pyet, kush je? Çfarë tha? Tha që unë jam gangster i gangsterëve. Tha jo. Lideralisht, po. Dhe do ta mbyll gojën me ngjitës. Përdesë ka bërë prim gangster. Ja dalit çfarë do na thot ky kryeministri me syze me lara për të gjitha këto. Për këto të flasi. Jo vetëm flasi mu për ku di unë se çfarë ka për prallat e këtyre. M'falni se jam dhe shumë i irrituar nga e gjithë kjo ngjarje. U bon kemi 4 ditë që jemi atje na kanë mbajtur nëpër dhoma para burgimit në kushte mizerabël. Telefonin e keni? Telefonin e kanë sekuestruar. Po hajde gjeje sepse ka prova. Nuk jepin as shpjegim. Kemi bërë kërkesë për na e kthy. Çfarë justifikimi ka për shkak mbajtja e telefonit? Nuk figuron asgjë. Telefoni merret me urdhë prokurorisë. Prokuroria ka dhënë urdhrin. E ka dhënë? Po. Me indicjen e policisë gjyqësore. Me indicjen e policisë gjyqësore. A le ta gjejmë tani se ku fle ky lepur i këtyre institucioneve që sinkronizohen me njëra tjetrën për të realizuar të tilla skema të përndjekjes politike. Qartë. Besoj është qartë për kjo është përndjekje politike, apo jo? Po ju nuk jeni politikan deri tani dhe kjo nuk është për mua një përndjekje politike, kjo është një përndjekje për të fikur atë që po ndodh. Politikan nuk jam unë tash, politikan janë aktor politik, konsiderohen gjithë ata njerëz që dalin protest. Edhe pse s'jemi politikan, jemi qenie politike. Pra kemi Jo, në pikpamje kështu jemi të gjithmonë. Dhe protesta është politike. Me pikpamjet që kemi, po. Protesta është totalisht politike. Çdo goditje ndaj protestës është goditje politike. Edhe sidomos duna është goditje politike, është dhunë politike. Qartë. Të kthehemi te protesta, si po vijon ajo tani protesta. Të shtunë pam një protestë të madhe të mbushura me shumë simbolika. Tortë me beton për Edi Ramën, arkivol e tjera. Ç'po ndodh aty në shesh? Pati shumë mbrojtje për shembull për arkivolin. Ndoshta edhe mund mos ishte. Sipas meje nuk duhet të ishte arkivoli. Si e mendoni? Në kush e solli atë? Se me këtë do dalim kush të ka Atëre. Po e marr unë. Se merr asnjëri autorsinë. Po e marr unë. Pyetje si bëra unë. Autorsinë, po pa marr autorsinë. Duke vazhduar atë që tha kryeministri që ka dalë Korja e Zezë, ku dur një fjalor kështu kanalesh. Natyrisht njeriu që është në hall del në protest. Korja e Bardhë dhe Korja e të Bardhës ka marrë pushtetin në Shqipëri dhe ka vendosur këtë si qajajnë e kësaj pune. Dhe Korja jonë, që në kanë të buar fëmijët, që po në shetat dheun, kemi dalë të marrim atë dheun mbrapsh, kemi dalë dhe të mbyllim këtë kapitull të kësaj klase politike. Deri sot, tani mua nuk më vjen mirë që është goditur një kolegi medjas, po që është goditur media më të lumë dorë orbirë. Pse? Sepse vazhdojnë të atë shoja, deri dje thoshte protesta e Zvërnecit. Zvërnecit si ajo pika e vogël që thoshte ministria në gjithë të histori. Jo, po dhe Shqipëria nuk e pranon. Kë nuk pranon? Zvërnecin.
Ka mbaruar Po pra, internet. po deri më sot qeveria dhe mediave ja ka shitur që është një protest e ca ambientalistëve, e ca njerëzve të revoltuar. Jo, është protest e një populli që ka dalë me gjithë larminë e vetë. Dhe në këtë larmi, prandaj janë dhe disa kërkesa që besoj që do të diskutojmë sot, ka që nga njerëz që kanë probleme Para se zbresim këtu. që mund të kenë probleme të shtetit mendor, deri tek njerëz me akademi. Dhe njëri e mendon kështu, Sipas. tjetri e mendon ashtu. Njëri ka bërë tortën dhe që ishte mendoj një simbol shumë interesant i asaj gjë me betoni dhe me të gjitha, me arkivoli edhe nuk është se isha shumë dakord, por e kuptoj atë pjesë që është atje, se shiko këtu. Ka njerëz i nderuar Ylli që po vdesin akoma në këto çaste që flasim, janë në spital se s'ka ilaçe. Kupton? Dhe ai arkivol nuk më vjen mirë si simbol. Po secili nga ne ka mbajtur një arkivol të tillë, kam vajtur unë për familjarët e mi, kam bler, duke qenë spital, kam bler paracetamol. Nuk është i bukur si arkivol, por është i detyruar. Ndoshta nuk është kjo figura, ti ke shumë drejt në atë këtua. Po, Në spitale, dakord pa, ore nuk jam unë dakord me atë në protestë, sepse edhe mua merr di rënd. Por duhet jemi dakord me një gjë. sigur Susta, janë vetëm ata që ikin nga ishte aeroporti afër këtu, po që kanë dhe mundësi ekonomike, vrapojnë të ikin se vdesin vërtet. po, Dhe ti ke drejt shumë. Por Më fal, ja ta mbyll konceptin. Kjo simbolik çalon. çalon, dakord jam. Siç çalojnë shumë gjëra. Sigurisht. Por është një popull i cili ka mbledhur dhe është një sust e cila është tërhequr, dhe në këtë moment është lëshuar, dhe në këtë sust ke, po përsëris, nga njerëz që mund të jenë edhe me rekorde kriminale dhe po e përdor pushteti, po që dhe ata kanë të drejtë, sepse nuk do të thotë se ti ke një faj dhe ti nuk do të protestosh për drejtat e tuaja. Ne jemi në një sistem padrejtësish, i cili duhet rrëzuar dhe ka dalë populli dhe ka rrëzuar sepse pushteti është perceptim. Pra nuk është punë numrash, nuk është puna se e kanë rrahur arbrin edhe neve u trëmbën. Përkundrazi, atë e kanë rrahur, do shkojmë ne nesër mund ati, bashkë me të. Tani me që ju filluat, zoti Shkurti, ju jeni pjesë e grupit punës për krijimin e një të shququar kuvendi kombëtar i protestës. Qytetare. Po. Si lindi ideja për këtë kuvend? Kush merr pjesë te grupi i punës? Dhe ju çfarë tani jeni vetë shpallur, si është, si grupi i punës, si ka ndodhur? Ta di popullata ç'është kjo kërkesë, Qartë. ç'janë njerëzit që duan ta bëjnë këtë gjë. Okej. Ndoshta do fliste më mirë Edvioli, po do them unë ja Fillon ti me që po flet dhe vazhdo në... Vetëm një korrektë e kam- vogël, jo kuvendi kombëtar i protestës, se që të bëhet i protestës duhet ta pranoj protesta. Protesta pa e pranuar, protesta nuk mund të... Atëre si quhet, ta korrigjoj unë? Quhet kuvendi kombëtar qytetar si projekt ide, po që të bëhet i protestës duhet ta pranoj protesta. Protesta nuk e ka pranuar. Po edhe këtë nuk e ka... Edhe këtë nuk e ka pranuar qytetar. Do me thënë kuvendi qytetar. Po, më falë, ja ta nisim Është edhe pastaj. është një ta nisim projekt pastaj embrional. me copa. Po, projekti themi, projekti. Me që më pyete. Ideja e një Grupi organizimi... punës për krijimin atë, po thash. Edhe e kanë futur fjalën protest brenda. Jo, për grupin e punës është shumë dakord, po termi kuvendi protestës ke Për krijimin, se nuk është krijuar. Po, të vjollë, ti sjarë me në pjesë. rregull. Ideja për një organizim besoj është mbar qytetare. Pra gjithë që janë aty thonë, ore kemi nevojë, kush na drejton. Edhe këto vajtjet, për shembull, unë isha tek universiteti atë ditë që u hoqi ajo tabela e studentëve dhe kam shkuar, jam turur brenda kur thanë kanë marrë studentët policia peng, dhe kur hym brenda kuptuam që thirrja ishte falso. Pra, kush drejton, kush lëshon thirrje? Dhe kërkohet një kokë për një trup i cili është goxha i tensionuar dhe i tendosur. Ka një frikë shumë të madhe dhe një mosbesim që është krejt normal, sepse përvojat e kaluara të kuvendeve, të kongreseve, të revoltave kanë prodhuar gjëra, nuk e di se që është një shprehje që i prodhojnë revolucionet idealiste dhe pastaj i gëzojnë batakçilerët. Dhe njerëzit kanë frikë nga kjo gjë, dhe është krejt normale. Por ideja kuvendet nuk është një ide që e ka një njeri. Ideja e një grumbullimi dhe një përfaqësimi është një ide që vjen nga gjithë anët. Dhe çështja është, jo a do bëhet, po si do të organizohet. Si do të organizohet. Dhe këtë kanë dalë njerëz të cilët janë njohur, në mënyrë nuk e kanë pas njohur Edvioli më përpara as emër.
kanë ardhur njerëz të tjerë dhe janë përpjekur të krijojnë një grup i cili nuk është kuvendi. Kjo duhet thënë, nuk ka një kuvend sot. Sigurisht. Sot ka një grup pune që Për krijimin, po flasim gjithmonë të fjalësin për krijimin e kuvendit. Eksakt. Dhe ai grup pune Që të krijohet kuvendi akoma është në një fazë e cila është fazë pune dhe krijimit të rregullave, krijimit të standardeve. Dhe një nga standardet se pak janë, një nga standardet është cila është qasja jote me protestat. Në qoftë se ti ke ndërtuar në divan, ke postuar tavën me peshk ditën e diel, nuk je i barabartë me atë zotrinë ose këtë zonjushën që kanë qenë duke përplasur për ditë dhe kanë qenë aktiv duke mobilizuar popullin. Dhe këta janë pjesë organike, sot nuk janë pjesë ndoshta fizike, por me negociata, me bisedime, me ide, natyrisht do të jenë pjesë, sepse kuvendi është gjithë përfshirës, nuk është kuvend. Dhe ka dhe një gjë që duhet ta dinë njerëzit. Pra ju jeni Ka 1 milion grupe. një grup nismëtar. Po, një grup jo nismëtar, grup pune. Nisma, po them edhe një herë, ka lindur nga brenda njerëzve. Edhe ata që kundërshtojnë e kanë këtë si ide. Edhe ata që sot mund të kenë dalë dhe thonë, unë nuk dua të jetë ky kuvend, e kanë si ide. Çështja është brenda konceptit dhe brenda rrafjes së kësaj gjëje. Dhe ky kuvend nuk është ashtu siç kanë gjallur gjithë establishmentin, kanë ngritur në këmbë dhe përdor çdo mjet për ta goditur. Jo po është i këtij, jo është i atij. Jo po duan të marrin protestën, nuk Jo është. ka zëra të cilat unë do t'ja u them. Jo, thuaj publiku se ne i dim edhe ndeshim. Jo, do t'ja u them ju që t'ja shpjegoni publikut. Patjetër me shumë rëndësi. S'ka rëndësi, unë do t'ja u them çfarë dyshime ka, do t'i themi po kjo botë kështu është e mbushur, jo vetëm bota ku jetojmë ne. Është mbushur me atë llumi që thotë. Tutje ne mbushet më shumë. Po. Është mbushur me shpifje, është mbushur me Zoti kullurin tjetër e keni gjeju. E kemi. Me që më pyete se lam të drejtojsh njëri tjetrit me ti. Jo, unë Është djali Xhaxhait babait tim. Djali Xhaxhait, Po s'kemi politikisht jemi të larguar. Jeni të ndarë. Po. Pse ti me forcë politike ke qenë? Unë kam qenë deri në 2010-ën, 26 vjeç kam qenë 2010-ën, kam qenë me Partinë Demokratike, po organizova protestat e Krajinës Dukatit. Deri 26 vjeç ashtu e kemi. Jo, organizova protestat e Krajinës Dukatit. Me doktorin e kemi ngënë gjithër. Dola me rebelim nga Partia Demokratike se nuk jepnin pronën, nuk sertifikonin pronën. E anë vërtet më deri në këtë moshë. E keni ngrënë me doktorin, po Po thonë. të gjithë Ju përflisni që herët, që në 90-at. në 10-ën se unë, pastaj në 90 cani isha jashtë të gjithë strukturave. Në 98-ën. Tani, mirë, s'ka rëndësi kjo, mund t'jesh këmtuash. Jo, nuk jam, kam ikur në 2010-ën, thash. 2010-ën i këti. Kam ikur sepse nuk Po sertifikonin pronat. s'more pjesë më në një kështu, jo. Unë Po sa vjetë që jetani ti? 42. 40 ditë s'ke lidhje me gjeneratën zë. Bile asë një gjeneratën për para. Kjo nuk do të ti të mos jesh me protestën. Unë jam millennial. Nuk keni ardhur si përfaqësues të kuvendit kombëtar. Ja, ta shpjegojmë. Do të ja fjalën unë. Apo keni ardhur si aktivist për protestet, që ta kuptoj çfarë është ndryshimi. Jo, kam thirrur unë, kam thirrur unë si profesor. protestës. Si përfaqësues Pro protestës. për protestet. Po, pro protestë sigurisht. Protesta mbi të gjitha, nuk ka Po themi, mbi vendosje po themi që këtu ka njeri kundër protestë. Po themi tani çfarë konkretisht duan këta specifike për protestën, po ka shumë zëra, janë vetëm këta. Dhe ne do diskutojmë tani. Pra, protesta, ju mendoni që protesta ka nevojë për formalizim. Për shembull, ato që armiri, çfarë ke tjetër? Pyetja ishte që përcaktove se si mendoj unë, apo e ke pyetje që të përgjigjem? Si mendon ti dhe pyetje që të përgjigjesh? Unë mendoj që protesta në këtë moment ka nevojë për të qëndruar e fortë, për të shtuar numrat, për të fuqizuar, për të mos u paksuar, për të ndërgjegjësuar të gjithë qytetarët shqiptarë që duhet vijojë protesta dhe vullneti qytetarëve që kanë dalë aty në shesh, vullnetit qytetarëve nuk mund t'i mbivendoset asnjë lloj organizimi tjetër. Protesta është mbi gjithçka dhe pa të vullnetin e qytetarëve s'ka asgjë. Jemi okej, por protesta tani i dashur Kolluri ka marrë një pamje dhe vazhdon, mund ta ketë më kështu edhe 1 vit, 2 vjet, edhe 5 vjet, edhe 5 ditë. Por ka marrë një pamje ku aty, thamë në fillim, dalin njerëz të gjitha kategorive. Dhe mirë bëjnë, ose kanë të drejtë. Por, Populli shqiptar nga të gjitha kategoritë. nëse ne duam tani,
pyetjet e mia janë për të, në mënyrë që t'ju shpjegojmë njerëzve, nëse ne duam që kjo protestë të jetë produktive, të prodhojë një gjë të rëndësishme, të ketë produkt, ajo duhet tonë ju të institucionalizohet. Dhe nuk janë pak që thonë kështu, por ka shumë e shumë të tjerë që thotë jo, duhet vazhdoj kështu. Do falë, termi institucionalizohet është kurthi. Sepse duket sikur nga protesta apo del një grup i cili do të bëjë një formacion kështu ose ashtu. Jo, është kuvend dhe shqiptarët e kanë zgjidhur gjë. Atëherë duhet të formalizohet. Protestuesit e atyshëm, Ta heqin fjalën në... ja as formalizimor. Po çfarë? Është formale protesta. Po jo, ka një... Protesta nuk është informale. Po duhet gjemi fjalë. Protesta ka një grup që organizon sot. Ai grup do të marrë një zgjeri më të madhe edhe për ndar peshën, edhe për ndar përgjegjësitë. Është po asnjë gjë nuk dyshon protestë. Dhe aty s'ka. Nuk ka, po patjetër që ka njerëz që Ka organizojnë 100 grupe të cilët secili për vete zoti për gjithë. Jo, Jo, më lejo. Grupet Unë që ndjek atë, pavarësisht unë që e shoh, diversitetit, unë atë shoh. Protesta ka një grup nismëtar që e kanë thirrur. Koordinativ. Nismëtar koordinues, se ndërsa protestën e bën qytetarët, e bën populli, nuk e bën Aty që grupi. ka grupe, absolutisht ka grupe, po të gjitha që- grupet janë mbledhur për të njëjtin. Po që dikush e ka thirrur protestën ditën e parë, dikush e ka thirrur dhe ata që e kanë thirrur quhen Atëre, nismëtar, se e kanë çfarë mendoni ju për këtë nismë dhe pyetini dhe dy personazhet e tjerë, dy aktivistët e tjerë, të cilët unë i kam ftuar për këtë problematik. Çfarë mendoni? Do fillosh Arbër apo të thotë Irisi diçka? Iris, qofse do të thosh diçka se okej, jo, unë do të them që kur flasim për formalizim të një proteste është pak paradoksale që nga terminologjia, sepse protesta është një aktivitet spontan për nga vetë natyra e gjës. Pra, aty kemi Qoftë se ne marrim vendim që të bëjmë një kuvend ose nismën. nuk po flas për kuvend, po Të bëjmë një kuvend ose një kuvendi kongres kuvendi Shqipërisë. ose një Kemi një kuvend. një minutë. Ishte institucion Mundohemi të pastrojmë. një minutë. Në qoftë se ne shkojmë te ideja, nuk është bërë akoma kjo tha kolegu, por shkojmë te kjo ide, ky një lloj formalizimi është. Të mos fshihemi pas gishtit. Mos fshihemi pas gishtit. Jo, mos u fshi, por nuk është ky thelbi. Dgjoj, më pyet, Jo, më pyet se të përgjigjem. Thelbi është gjë tjetër, më është protesta. E Por madhe protesta është formale. A mund të Protesta është formale. Nuk ka Po jo, nevojë po s'po presim me protestën. protesta Që është formale, më fal një minutë. Ylli, Që protesta është formale, ju lutem. Arbri ka shkuar atje tek parlamenti me një thirrje. Nuk ka shkuar me një vendim. Që protesta është formale, s'ka pikë Nesër do të ketë një dyshimi, vendim sepse ne e politikan, shohim atë do me të ketë sy, kush do t'i e dalë dëgjojmë me zotat. vesh dhe është e formalizuar protesta. Atëherë- Apo flasim tek ideja për të formalizuar një gjë tjetër, Jo tjetër, jo, është kjo gjë. kuvendi. Jo pra, sepse kurthi që bën pushtetin. Atëherë të rikjeni nga kjo. Jo. Nuk kemi vendoset asgjë protestë. Absolutisht. Më dëgja më Atëherë dëgjota. ndryrën e ju të Mund të ta shpjegoj Kuvendi është pjesë e shpjegove protestës. ti unë të pyeta, Ashtu. çfarë mendon tjetër përveç shkurtit? Shpjegoj, më lejo se Po shpjegove pra, po se ti unë për këtë të kam thirrur. ideatori i idesë kuvendit jam unë, edhe unë jam ai që e kam propozuar, por ideja është këtu. Nuk kemi të bëjmë me diçka paralele që do i mbivendoset Pra protestës. pyeta çfarë keni në organizim. Ju jeni krijuesi i kësaj gjëje. është protesta ose Zoti Kulluri, që ta kuptoj tani popullata, është organizatori i idesë, njeriu që ka hedh idenë për për një kuvend një kombëtar. kuvend. Po. Tu jemi shumë të qartë tani. Jo ti mbivendoset protestës, kategorikisht. Jo, mos ka si ti mbi vendoset, po ta pranoj protesta. Atëherë, Vullneti i protestës është mbi çdo organizim. Do me thënë, çdo Do me organizim... thënë dy kuvende, thua ti, Komiteti Jo, Qendror, Fal. që është protesta dhe Me falë të të përgjigjem, vullneti Kuvendi i protestës popullor. i qytetarëve protestues është mbi çdo organizim, nuk ka asnjë kuvend që të mbivendoset protestës. Ideja ime ka qenë këtu që në qoftë se ne protesta finalizohet me sukses dhe jep dorëheqjen qeveria Rama, që është gjëja më kryesore që duhet ndodhë këtu, dhe pastaj zbërja e sistemit vjetër 82 vjeçar, bashkë me pseudo opozitën, atëre protesta do vi një moment kur t'i arrijë synimet e saj, do vi një moment do shpërndahet. Dhe unë kam hedhur idenë që në momentin që kjo protestë shpërndahet dhe na vjen kuvendi. Jo, më fal, na vjen një qeveri tjetër, si do bëjmë qofse kjo qeveria tjetër fillon prapë me padrejtësi. Dhe unë kam hedhur idenë, mbas kësaj mund që nga protesta, në qofse do pranojnë qytetarët protestues, të nxjerrim një kuvend që ta thras protestën sa herë tjetër domosdoshme. Po kjo është mbasi
të finalizojnë me sukses objektivat e protestës, që janë ato 5 pikat që kemi deklaruar. Bukur, aty Do me thënë, pa u realizuar ato nuk mund ndodha asgjë tjetër, kupton, nuk sepse mbi vendoset me vullnet qytetarëve. Atëre, më pyetët për një fjalë Jo, bëritëm këtu tani. formalizim proteste, po. Mbritëm atje, po nuk duhet kishim mbërritur fare atje. Pse? Sepse protesta, për nga natyra, duke qenë spontane, nuk përmban për nga natyra e saj formalizëm. Nuk është institucion protesta. Protesta është grupimi spontan i njerëzve që shprehin, që dalin shesh dhe shprehin solidaritetin e tyre e njëri tjetrin për gjitha problemet që ka has jeta e shqiptarëve në 36 vite politik të vjetër dhe të kalbur të shekullit shkuar. Kjo është protesta. Protesta është i risit që është këtu, që është gjenerata Z, gjenerata e të ardhmes. Ne kemi në protest, jo, a kam thonë dhe njërë tjetër i kam qenë studio me ju, kemi në protest shumë rryma të ndryshme politike, shumë ide të ndryshme politike nga shumë njerëz që kërkojnë që Shqipëria të ndryshojë, që kërkojnë që klasa aktuale politike, edhe djathta e deri sotme, edhe majta e deri sotme, të reformohen, partitë politike të kenë demokraci të brendshme dhe të mos jenë kryetarët e partive pronar si kur të ishin bejler apo feudal. Dhe e keni harruar ndoshta, por fokusi Tani se i ti si protest... prekon politikën të mbase, të me propagandë, po të ikim dy fjalit lutem. të mos ikim nga thelbi. Po ja kush është thelbi? Qiko, thelbi është, Kërkesa numër 1, dorëheqje. zotria këtu, Po jo më zoti kur Kulluri, thelbi as zotria as unë, nuk janë dhe njerëzit tani më shkruajnë, janë bërë të paduruar dhe njerëzit. Çfarë do të bëj kuvendi që nuk po ndodh tani? Pyeti thot përse duhet ky kuvend? Edhe dy fjalim lejoni të them. Protesta deri sot ka kërku qartësisht, 1, dorëheqje të qeverisë dhe të gjithë atyre ministrave të qeverisë aktuale. Ndryshimin kushtetues për t'i bërë... Mos i përdorni lapsat se unë do jap porosi tani që të mos bëhen kështu që përtasin kur i shkrep. Ndërveprojnë me mikrofon. Dorëheqje, edhe herë, Juhet. zoti Rakipi, kërkesat e kësaj proteste që janë formalizuar dhe me cilat bien dakord thuajse të gjithë njerëzit që vinë aty në shesh dhe thuajse të gjithë shqiptarët po t'i pyesish në rrugë. Nuk po flas në emër të gjithëve, po sigurisht në emër të një shumice dërmuese është e qartë. Shqiptarët kërkojnë 1, dorëheqje të qeverisë, dorëheqje të kryeministrit dhe të gjithë qeverisë. 2, krijimin e një qeverie teknike apartiake. Po mos më përsërit këto. Po do t'i përsërit. Po se do na heqë shikusin. Se ata të gjithë i din. Ndryshime. I din barabar me ty. Ndryshimi i kodit të ri zgjedhor. Jemi okay. Zotria, zoti Kulluri thot një gjë shumë thjesht. Do me thënë, ideja juaj është që mbasi të ike kjo qeveri dhe të vit tjetra, ju t'jeni plani C, as plani B, jo, që ose... Kush e ka thënë këtë? Ka lidhje fare kjo. Jo, sepse këto mesazh morë. Unë po e them qartë se çfarë mendoj. Mesazh morë nga zotria Shefoli, Jo, mesazh këtë mesazh e keni marrë nga establishmenti, nuk e keni marrë nga zotria. Unë po them qartë, protesta është një gjitha. Vullneti qytetarëve protestues me çdo gjë tjetër. Mesazhin ja u dhash unë. Ky kuvend është do të dal absolutisht nga protesta. Absolutisht nga protesta. Dhe do të shërbej absolutisht protestës. Ky nuk është as kuvend që do të nxjerrë deputet, as kuvend që do të nxjerrë qeveri. Ky kuvend kërkon në mënyrë të parevokueshme dorëheqjen e kryeministit Edi Rama, do ta kërkoj si frymë protestës dhe do të ndalojë coptimin e Shqipërisë. Kaq ka kjo protestë e kemi lexuar neve kështu. Coptimin e Shqipërisë më falë. Coptohet më shumë se kaq se... Po pra, më shumë se po coptohet me kilometra katror. Një e merr Osmani, një e merr e tjetri Zvërnez, një e merr tjetri. Këtë ne duam ta ndalojmë. Ne. Dhe jo se përsëritet 3 herë gjenerata X. Çifa ti nuk i ke gjeneratën X. Ke babin e Irisit atje. Po pra, Z. Nuk ke babin e Irisit, ke edhe më të vegjël se Irisi atje, është popullore protesta. Po shikoni ku është paradoksi. Është protestë popullore. Nuk ja vu me emrin protesta e gjeneratës. Pra, po se tha 2 herë Z Arbri. Kjo është protestë popullore. Dhe protesta popullore duke patur shumë rryma, shumë kërkesa, shumë përfaqësi, është e pa përfaqësuar. Dhe protesta duke prodhuar javën e kaluar disa episode që i kanë dhënë mundësi establishmentit për dori dhunën, ne na shqetëson si mundet që një popull i ngritur të hyjë në qertën e dhunës pa kokë. Dhuna pa kokë do ta çojë protestën siç e çoi në 97 në duart një force politike. Që mos shkojë kështu dhe që protesta të ri, pjesë e popullit, ne kemi sugjeruar jo të marrim ne protestën. Jo të bëjmë ne kuvendin ton dhe të nxjerrim ne deputetët tanë.
por protesta të bëjë një kuvend ku përfaqësues të zgjedhën në mënyrë demokratike aty brenda, të dalin dhe të marrin vendime në emër të saj. Një kuvend e ka Shqipëria. Ai është kuvendi formal, të cilin ti i ke gjuajtur me vezë. Unë i kanë gjuajtur atij që e ka uzurpuar kuvendin me vezë. Bravo. Jo, Po ne nuk do t'i zëvendësojmë ata. Jo, më fal edhe një herë se po më gatroni. Nuk i kam gjuajtur askujt me vezë, i kam gjuajtur mikrofonit Top Channelit me vezë. Okej. Po të tjerët i kanë gjuajtur. Po jo personave, jo gazetarëve. Të tjerët i kanë gjuajtur deputetëve. Dhe kanë bërë shumë mirë, sepse ata deputet kanë miratuar ligjet e zhbërjes së Shqipërisë, po them unë. Në këto kushte, i dashur, ne nuk kemi një kuvend. Ne kuvendin na kanë uzurpuar. Po ne nuk prodhojmë alternativën atij kuvendi. Edhe njerë, fjala kuvend, qofse doni ta ndrojmë, doni ta quajmë dhomë, asamble, si të doni. Por çështja është mbledhja e popullit. Dhe populli nuk mund të mbledhim ne. Populli është mbledhur në shesh. Po pra, po populli është lara, ke nga Arkivoli deri ata me papion. Janë pa përfaqësuar. Kush ju çoi te kuvendi ju? S'ka nevojë për përfaqësi, secili aty. Jo, është kaos pa përfaqësi. Jo, nuk është kaos dhe është shpërdorim protestës, është kapje protestës pastaj nga ata që po e kapin. Kaq. Një minutë. Ideja është këtu, nëse protestave do dojtë kemi nxjerrë. teori konspirative që ne jemi kapës protestës, Ju tha njeri mo, ç'është kjo? Ç'është kjo më, kush tha kapës? Ke kapës protestës, po si je ti? Por ne jemi të gjithë protestues. Ka nga ata që janë futur për të futur kaos në protestë, po ata që shkaktojnë edhe dhunën brenda protestës, po nuk mund të thuhet që ka një kokë edhe një fund kjo protesta. Kush e tha? Po jo, pra sepse po thoni që jo po nuk ka një krye, jo po duhet dikush. Sot nuk ka. Sot protesta. Sot protesta është marrë dhe shquar në Rinas pa i vënë një thelb kësaj gjëje. U morëm, ne kam shkuar me vrap për t'ju nxjerrë ju se na thani janë marrë peng nga policia studentët. Dhe erdhëm aty s'pam polici. Kush i thotë këto gjëra? Kush i drejton këto? Pikërisht nga që s'ka njëri për këtë, neve themi që duhet të ketë njerëz që të marrin dhe përgjegjësitë për këtë gjë. Po, paniku hapet nga të gjitha anët. Jo, dhe ajo ishte por hapet kur është pa kokë dhe kur është e pa organizuar. Nuk ishte policia, sepse policia nuk ka drejt futet në ambientet e universitetit. Po pra, po, e di unë. Po unë kam hyrë sepse kanë qenë pikërisht këta njerëz që thoni ju konspirative, kanë qenë këta njerëz me zë figurë që thanë, na kanë marrë policia peng studentët, kemi qenë ke Politekniku. Atëherë. Dhe këta ne duhet i dim kush janë. Apo jo? Dhe këta duhet deklarohen. Dhe këta, sa më gjërë përfaqësia, aq më qetë, sot ka një grup nisëmtar atje që drejton protestën, shumë mirë, në qoftë se këti grupi i shtohen edhe një 10 fish njerëzish, kush e keqja, kush i protesta është në vetvete decentralizuar, nuk e marr vesh se keni kuptuar akoma. Jo, më e keni kuptuar, e keni të qartë. Po decentralizimi protestës e ka çuar protestën në drejtime që nuk janë në drejtime që nuk po e çojnë protestën të Ja, vazhdo Arbër. Po them, protesta në vetvete është e decentralizuar dhe kjo duket me sy të lirë sa po t'i shohësh pamjet. Nga ana e piramidës ke disa aktivistë të majtës, cilët janë shumë të preokupuar për çështjet e ambientit, shumë mirë, ato bëjnë gjonë e tyre atje. Ke disa tjerë, nga ana tjetër që janë shumë atletar, mbajnë flamuj, flasin dhe për UÇK-n e tjera, gjitha edhe këto janë pjesë e gjës. Pra, Shqipëria ka në gjithë spektrin e saj politik një mungesë përfaqësie nga politikë borësit e deri dieshëm dhe sot po mundohen njerëzit që dalin shesh, thonë, shikoni, lufta këtu nuk është mes Partisë Demokratike dhe Socialiste që bëhet brenda kuvendit, se ajo në fakt është luftë me pambuk, por lufta është midis atyre të sidomos gjeneratës Z që kërkojnë një politikë të re të së ardhmes, edhe të majtë, edhe të djathtë, pra kërkojnë edhe një të majtë të re, edhe një djathtë të re, dhe të vjetërve që kapen me thonjë pas pushtetit me dorën e tyre të plakur. Dhe kuvendi nuk është kundër kësaj. Edhe një fjali tjetër ka. Kuvendi s'është kundër kësaj. Lutem. Jo, ta mbaroj fjalinë Arbri. Mos ngrëm të lutem mitin me çdo kush, mitin e gjeneratës Z. Kam respekt maksimal për gjeneratën Z, por shumica aty janë 30 deri në 45 deri në 50 vjeç. Dakor, janë njerëz që kanë familje të reja, janë njerëz me biznese të reja, gjenerata Z është një pjesë e protestës, nuk është protestë e popullit shqiptar, nuk është e gjeneratës Z. Të mos ngrëm mite të reme, tani gjenerata Z ka pjesën e saj, kontributin e saj, nuk ja ish një rritë e s'ka si t'ja ish. Po mos më ndërprisni, mos më falë, djes, vazhdo. E ardhmja, si që është për prindrit, e ardhmja e fëmija, ashtu është për Shqipërinë e ardhmja gjenerata e re. Kjo nuk di se çfarë kundërshtie mund keni kësaj. Dhe shikoni paradoksin. Ne jemi këtu, unë jam 36, zotëria është 42, zotëria nuk e di, afërsisht, ju ylli mbi 60, zonjusha që është këtu, që është 20, ne nuk e lejmë të flasi. Ku jemi?
çfarë proteste po bëjmë? E njëjta gjë po ndodh. Iris tani me që në viti dhe futi dhe akuzës tani kjo hajde. Protestoj arbi dhe u dëgjua. Tani, unë e thash... Irisi, kjo të zalej ty. Vazhdo. Unë e thash, edhe do da them prapë, nuk ka nevoj për përfaqësues protesta dhe nuk ka nevoj për një grup të ri. Mjafton ai që është dhe nuk janë grup drejtues si që referuat, drejtimin e protestës e kanë qytetarët, Gjenerata Z nuk po e themi, e kanë qytetarët të gjithë bashkë. Si turbimin, si pankartat që bëhen dhe çdo gjë tjetër, janë gjitha në dorë të popullit dhe do vazhdoj të jetë ashtu deri në momentin e rënies së qeverisë. Dhe duhet kuptohet një gjë, qoftë nga qeveria dhe qoftë nga ju. Para nuk keni më një popull apo një gjenerat të rinj. Po neve mos na bëj palë me qeverisë. Mos e ndërprit, lutem. Po jo, s'mund na bëj palë me qeverisë. Flas pak unë edhe. Ne jemi protestues si partide pas. Se më shkruajnë që se tani po do flas, po ju dhe ne jemi vajzën që keni marrë thot tani mos e përdorni si kartolinë. Ne jemi bashkë. Jo tani të flasë sigurisht jemi protestë njësoj. Po ta lëm të flasë. Ajo ka thënë vetëm 5 fjalë. Po them ju si gjenerat më të Le rritur. gjeneratën të okej. Ju si gjenerat më të rritur, ishma gjë. Jo, pra jo, le gjeneratën më të rritur. Unë jam protesti qytetar. Jo, Ta dëgjojmë Irisin. Unë jam pjesë e këtij populli që është tani protest. po, S'ka si drejtë. me zep, po të përtasin me për mbytjen moshën. Vazhdo me qeverinë, s'ke punë me mua. Jo, ma mua po më drejtoni me gjenerat. Po pra po, se na u drejtove ti ne, se ju, vazhdo me ata. Jemi bashkë. Qoftë se ke dalë për ata. Një sekondë, para, kujdes me mënyrën si ngrini zërin. E ngres zërin sa më do kokra qefit, s'është e drejta ime. Jo. Okej, e kuptove. Vazhdoni kështu, unë dhe Irisi do largohemi në shenjë proteste dhe do shkojmë në shes. Mirë do ta Vazhdoni. bëni. Mirë do ta bëni. Kush ju? Dhe unë mua më Qoftë se s'doni të përballoni argument. Po jo, po të ne s'po lëm të flasë atë tani. Po jo pra, ora ylli nuk mund na Ne s'po lejojmë drejtohet flas. ne sikur jemi ne e dira more. Ne nuk po e Jemi lejojmë. ne në protesta, ti kemi Ore nuk po e lejojmë. O të lejojmë të thotë çfarë mendon kjo. Patjetër, në rregull. Ore vretja që kam unë për këtë protestë, di kush është? Unë do të Një sekond, vretja di kush është? Që nuk të tjerë të flasë. Ju s'po e lini të flasën. Unë e kam thirrur, e kam ftuar këtu tani. Lejoni të flasën, lutem shumë. Le të flasë këto gjatë vetë. Pastaj ti thuaj unë s'jam dakord me këto. Zonjë është më fal. Faleminderit. Unë si gjenerat Z, po e them edhe një herë, nuk kam asgjë me moshën tuaj se kam respektin më të madh, po ju drejtohem me ju dhe po ju drejtohem me respekt, nuk po e ngrej zërin, që mund ta bëja me plot drejtën si kundër përgjigje. Gjenerata më e madhe se ne dhe qeveria nuk po ju nuk po ju fus në një thes me qeverin. Duhet ta kuptoni që nuk keni më para një gjenerate të rinj që sapo kanë dalë nga diktatura dhe nuk kanë hapur syt, nuk kanë lexuar dhe nuk dinë asgjë për botën. Dhe duhet kuptoni që kjo protesta nuk ka nisur nga Gjenerata Z, po kjo protesta duhet mbizotërohet, nëse deri tani nuk është mbizotëruar nga Gjenerata Z. Dhe pse nuk bëhet? Sepse gjithë studentët është thënë të sheshin 1000 herë, diplomohen me ëndra dhe marrin valizet dhe iken. Dhe ne jemi të parët që prekemi. Sepse ne jemi e ardhmja e këtij vendi dhe ne jemi ata që duhet ta ngrem zërin akoma më shumë se çka kemi ngritur. Që zëri im, prandaj është në këtë gjendje sepse kam 33 ditë ose jam me provime, po kam shumë ditë që po shkoj dhe po bërtas atje kundër qeverisë. Dhe unë nuk po bërtas kundër qeverisë që të na ngrihet kuvendi popullit, kuvendi kombëtar, edhe të vit na marri vendin. Dhe ta kthejmë fokusin te protesta. Lëvizjet e Gjeneratës Z kanë qenë shumë të forta dhe do vazhdojnë të jenë të forta me përshtypjen më të mirë dhe ftojmë secilin të ri që nuk ka me këtë vi, edhe unë fillim shkoja vetëm në protestë dhe aty njoha njerëz të tjerë pastaj që sot i konsideroj shok shumë të mirë, të vinë dhe të bashkohen ose të na gjejnë dhe të na shkruajnë. Shumë faleminderit. Vetëm një sqarim. Zoti Tela, jo. Pas. Zoti Tela, një minutë për të sqaruar se në këtë kontekst. Tela aty është. Po kjo ka mendimin e vet, po ti sqarosh. Un kam folur vetëm 30 sekonda në protestë dhe ka qenë ndjesa ime ndaj brezit tuaj se ne nuk ju bëm dot atë që bëm edhe neve natyrisht jemi në mbështetje të brezit tuaj dhe un kam dalë për fëmijët e mi dhe për ju. Dhe jam gati, e kam shprehur, edhe jetën ta jap për ju. Por ne jemi bashk, ne nuk kemi dy llogore. Absolutisht, unë nuk ju drejtova si... Në rregull, jo si gjenerat, jo si unë si Armir. Ne si gjenerat jemi aty për ju. Qartë. Edhe unë jam edhe unë në mendime, jam, po nuk është kauza ime, unë e kam thënë në fillim. Kjo është e imja, po është për ata. Është pra. Po për sa po ju për... Është për zotëri. Patjetër mu. Patjetër. Dakor. Po unë nuk kam më fuqi në këtë botë, tani që aty kanë dalë të gjithë tani edhe 300 vjeç, tani të lutem shumë. Nuk kam më fuqi në këtë botë që të bëj një Shqipëri të re. Siç del për shembull vën botoks tani, edhe personalitetet e rëndësishme politike. 2 litra, me litra është botoks apo me kilogram?
Më shef gjë mua, ku di unë. Jo ti më burë, por që mund të kesh dëgjuar. Gram. Me gram. 2 kilogram, po të këtë bën Shqipërinë e re. Nuk është kështu. Të mos jemi hipokritore. Ju duhet të gjeneratë, okej, të ngrem dy duart e gjithë. Tani diskutimi që kemi ne këtu është pikrisht ky. Tela, ju ç'mendoni për këtë gjuhat? A ka nevojë protesta për të formalizuar në një kuvent? Apo është më mirë protestë pa kokë? Sepse ka dhe akuza që duhen ta kap qeveria, thonë mo, ose ta kapin të tjerët. Edhe doktori, rregulloi thuaj, mos i thuaj me shenja mo vlla, si ata që zbresin tani nga lart, nga mali. Thuaj rregulloi mikrofonin se jemi në live dhe rregullon ai. Edhe unë, kështu shkar rregullova. Tela, ç'mendon ti tani? Tani, magjia kësaj proteste në këto 37 ditë është fakti që është një protestë tek e cila ti sheh të gjithë ngjyrat dhe të gjithë llojet përfaqësimet e njerëzve. Ditët e para të protestës, të gjithë po ngrinin pyetjen a duhet të ketë një përfaqësim, a duhet të krijojë një parti që t'i kundërvjet pushtetit. E gjithë kërkesa e tyre është kundër elitës politike dhe mbi të gjitha kundër qeverisë dhe kryeministrit. Dhe njerëzit dolën me shumicë sepse hallet e tyre nuk zgjidheshin prej 36 vitesh dhe pan në protestë që ishin të lirshëm për të folur, për të treguar historitë e tyre, hallet e tyre. Jemi këtu, Tela. Tani, se u kthyem shumë brapsht. Tani, për këtë po të thoja. Njerëzit dolën atje sepse u kanë vjedhur përfaqësimin këto 36 vite, u kanë vjedhur besimin. Dhe për këtë arsye, ata janë në dilemë se një grup i ri, një kuvend kërkon përfaqësim, kërkon të marrë besimin dhe kjo është kontradita. Prandaj protesta është e bukur sepse nuk ka një grup përfaqësues, organizator, drejtues. Zoti Kulluri atje tha, unë kam hedhur iden që do bëjmë një kuvend. Kur flën unë kam hedhur iden, bëhesh protagonist. Zoti Shkurti tha, ne mendojmë, jemi një grup njerëzish. Që janë këta njerëz, si u zgjodhën, si u mblodhën në një hotel dhe vendosën në një grup. Pra ky... Po jo, do ta shpjegojmë. Po se Kulluri është ideja ime, ta shpjegoj ky. Ideja është e ti kuvendit ta themu grupin. Kjo është kontradita. Pra, nga një anë kemi një grup organizatorësh që çdo ditë shkojnë para kryeministrisë dhe mbledhin me 10 mijëra njerëz dhe nga ana tjetër kemi tani prej ditësh një grup që thotë ne organizuam, ngritëm një grup pune dhe duam të përfaqësojmë, të ngrem një kuvend. Në gjithë këto vite, këto termat kuvendi kombëtar, kuvendi mbarshqiptar, ka një lloj konotacioni edhe vrasës dhe negativ për njerëzit që gjithmonë kanë kërkuar që të përfaqësohen, por këto 36 vite atyre është vjedhur besimi dhe përfaqësimi. Me leje të flasi pak. Patjetër, jo zërysh, edhe mund të ndrysh. Ti ndryn, Tela ndryn, ne lejojmë të gjë. Ti drejtojmë zotit Tela. Unë kam dalë për para qytetarëve, atje dhe kam edhur i dënë, ju kam thënë si me ndoni, mund të ngrëm një tryez, një këshu... Po, dhe njerëzit thamë po, dhe ti the tash mo dha mu përfaqësim njerëzit dhe të ngrej kuvendin, se kështu ndodhi. Jo, pra nuk është më lërë të shpjegojmë, Armir të lutem, mos më lërë të shpjegojmë. E kam dëgjuar atë skemë. Jo, pra ke dëgjuar gabim, është manipulim. Të lutem më lërë të shpjegojmë. Jo, pra se nuk mund ta lë manipulimin. Po do mos bëjmë debat me njëri tjetrin. E kam dëgjuar zotin Kulluri që bëri këtë thirrje dhe ka për Kulluri ashtu. Të lutem më lërë të shpjegojmë tani se di unë çfarë do flas. Nuk jam i zoti vetes, nuk dua ndim për të folur. Unë kam dalë para qytetarëve dhe kam shprehur këtë mendim. Dhe i qëndroj ati mendimi, por ka diçka. Nëse qytetarët protestues që kanë dalë atje në shesh, pjesë e cilëve jam dhe unë, nuk e kanë këtë vullnet, nuk mund dalë unë kundër vullnetit qytetarëve protestues. E kam thënë prapë, vullneti i protestës para çdo organizimi tjetër. Pra unë i qëndroj mendimit që duhet ngritur një, jo tani domosdoshmërisht, po dikur do të vi momenti që do ngrihet një përfaqësim. Por me kushtin, kategorikisht me kushtin që në qoftë se e pranon protesta. Nëse nuk e pranon protesta, unë nuk jam askushi që dalë mbi vullnetin e qytetarëve protestues. Dhe për këtë të jemi të qartë. Po protesta po jeton, protesta është atje. Shumë mirë po jeton, po protesta kanë dinamikat e tyre. Po është e përditshme. Dëgjoj, unë kam 16 vjet që protestoj me të gjitha format e protestave. Shumë njerëz përfaqësojnë. Jam organizator, pjesëmarrës në të gjitha llojet e protestave. Protestat kanë dinamikat e tyre. Unë e kam thënë këtë si një mendim timin, kam të drejtën time si protestues ta shpreh. Nëse e kanë vullnetin e bashkë protestuesve, bashkë qytetarëve të mi,
do ta bëjmë. Po ndërkohë, Nëse nuk e kam, nuk e bëjmë, është shumë e thjeshtë. Ndërkohë ke mbledhur një grup njerëzish në një hotel të Tiranës, keni bërë dhe një foto atje masive, sikur jeni ju përfaqësuesit e protestës. Jo, absolutisht. Se kjo përshtypje vjen. Ne nuk jemi përfaqësuesit e protestës. Jo, dëgjoj. Kjo është keq interpretimi i qëllimshëm, nuk jemi ne përfaqësuesit e perceptimi që vjen, protestës. po them unë, nuk është Ne kemi marrë një iniciativë. Ne kemi marrë një iniciativë që e kemi menduar të arsyeshme, po në asnjë çast nuk themi dhe nuk do të themi që jemi përfaqësuesit e protestës. Kategorikisht. Vetëm në qoftë se protesta jep miratim, dakord, nëse nuk e jep miratimin paraprak të qartë dhe të verifikueshëm, ne nuk jemi thjesht protestues. Të mos e diskutojmë më këtë se s'ka rënd fare për diskutim. Dy persona atje që ta kundërshtojnë vullnetit të popullit protestues atje dhe nuk ka diskutim kjo. Dy ta kundërshtojnë në studio direkt. Nga nismëtarët e kundërshtojnë. Kjo, si? Vajza është Gjenerata Z. Dhe Arbri, që e morën dhe në burg, për dje, e kundërshtojnë këtë gjë. Cilën? Të që të kërkon ti. Më ne nuk flasim fare për atë temë. Po kërkoj gjëmër, unë kam hedhur një ide. Nuk është realizuar asgjë. Shiko, edhe herë. Ti këtë deta edhesh, mo zotë. Atje janë hedhur një mira ide, kupton? Ylli, më le shpjegoj një gjë se perceptimi, frika, nuk funksionojmë me perceptim dhe me frikë. Ne funksionojmë me fakte. Mos e shkëpusim. E para punës njërë, kjo është hedhur si ide, dhe e grup pune nuk ka asnjë lloj funksioni sektar. Nuk është grupi punës që po ndan dhe po diskriminon. Grupi punës ka prodhuar idenë dhe po punon për organizimin. Po nuk ka rëndësi, pra, po si u mblot grupi punës, si u mblot. E thira unë grupin e punës, ja të them unë. Po si pra si të erdhen? Grupin e punës kur ai kuvendin nëse do dali nga protesta. Zonjush, më dëgjoj, unë kam të drejtën time si protestues të bëj një diçka që e mendoj të arsyeshme. Sa duash, jam shumë dakord. Më falë, të lutem, mos më ndërprit. Shiko, aty ka brenda me 10 grupe që bëjnë organizimin e tyre. Kemi këta me Flamingo që dalin, mblidhen, organizojnë, bëjnë ato. Është e drejta e tyre. Për sa kohë që nuk i mbivendosen vullnetit të protestës totalitet, është e drejta se cili të bëjë organizimin e tij. Unë them diçka me qartësi dhe pa ekuivok. Një organizim që një nisim që ne kemi marrë, nëse nuk i mbivendoset vullnetit të qytetarëve protestues, nuk ka asgjë të keqe. Po tentoj të mbivendoset, aty fillon problemi. Dhe ky nuk është kuvendi, do të kuptoni. Ky është një grup pune që po hap procesin ku do të përfshihen të gjithë palat. Një pyetje për të katërt, se jeni të katërt si protagonist protestës. Si u shkruan ato 5 kërkesat që u lexuan përpara publikut? Nuk kanë lidhje me kuvendin. Ato kërkesa nuk kanë lidhje me kuvendin. Po jo, pyetja është si u shkruan, pra kush u mblodh dhe i shkruaj ti? Grup tjetër ai. Si grupin nisëtar. Po, a me leje? Po jo, pra, se kjo kërkon shpjegimin, pra si u shkruajtën 5 kërkesa? Mos e ngatro me kuvendin. Ja t'ja Shpjegon. Doni përgjigje. Po. Në protest që është thirrur nga 3 në fillim 3, pastaj 13, pastaj 23, pastaj sa të duash, aktivistë që mblidhen në një tavolinë bashk, njerëzit që shkuan me megafon tek drejtoria e policisë dhe ju thirrën protestuesve, hajdeni të protestojmë se këtu po ndodh kjo, këtu po ndodh ajo tjetra, marshim drejt kryeministrisë, u mblodhën njerëzit. Prit, aty shumë prej njerëzve ishin të interesuar, u mblodhën, ndërtu një ditët e para flisin me megafon, pastaj ngritën ja 2 spikera, pastaj ngritën një foni, pastaj u mblodhën diku dhe thanë, "Ej, prit, po protestojmë, po çfarë kërkojmë? Çfarë janë ato kërkesat të cilat përfaqësojnë, për çfarë kanë ardhur njerëzit në shesh? Çfarë janë ato kërkesa që janë të gjithëve? Hajde dalim në shesh ti pyesim njerëzit. Kemi dalë me 10 ditë me radhë për të marrë opinionet e njerëzve, kemi bë sondazhe, tani gjysmë profesionale kuptohet, sepse duket është vështirë të kesh sondazhe profesionale në këto raste, por kemi vure që ajo që kërkohet pastaj është, kemi evidentuar në fund, një dorëheqja, aty ndryshimet kushtetuese, demokratizimi i partive, transparenca e aty. Shumë i qartë, Arbër. Shumë bukur. Tani, prit, dikush doli dhe i lexoi. Jo, e kam dhe 2 fjali, mbarova. Po sepse veç kësaj, doja të ndiqja logjikën time, Arbër. Pra, do të thotë, pyetja ishte mënyra se si. E kishte u lexuan. Pra aty u mblodhën disa veta thotë dhe u bë kjo. U lexuan këto kërkesa. U mblodhën, pyetën shumë njerëz, sa më shumë ishte dhe në momentin, po pra ju e bët një kuvend atje dhe i bët këto 5 kërkesa. Dhe mbas u lexuan. Jo kuvend, po thotë në mënyrë figurative. Po ta thotë në mënyrë. O Arbër, më dëgjoj. Po ç'është më ky kuvend? Po ta thotë në mënyrë figurative. O Arbër, u mblodhët dhe lexuan këto 5 kërkesa. Dakor. Dhe mbas u lexuan këto kërkesa,
njerëzit u shtuan dhe filluan t'i lexojnë në korë të gjitha këto kërkesa, apo jo? Nuk doli një grup njerëzit dhe thoshte, unë jam kundër, njerëzit të tërhiqen, ta kundërshtonin. Pra, një lloj qëllimi, ai grumbullimi juaj, bashkë me ato leximin e 5 kërkesave e arriti. Tani, kërkesa që ne të bëjmë një kuvend, që këto 5 kërkesat t'i shkruajmë në letër, kjo pastaj duket gjë e tepër dhe duket kërkim protagonizmi nga individ të veçantë. Dhe kjo mund t'i bëj keq protestës. Ju kuptoj. Tani, ajo që mund të shtoj kësaj që thoni ju, është që njerëz të ndryshëm në për Shqipëri, madje edhe në për diasporë, ka lloje soj grupimesh, lloje soj grupimesh aktivistësh, lloje soj... Po i ka protesta vetë gjithë ngjyrat. Po pra, po i ka, dhe jo vetëm Shqipëri, edhe në për diasporë jemi njoftuar që ka shumë lloj njerëzish që shkojnë lobojnë ku di unë Kongresin Amerikan në çfarë të them tjetër dhe krijohen lloje soj grupimesh që sigurisht vetë shpallen. Kishte dalë ai tokës shesht dhe kishte shpallë një grupim të vetin ai dhe thoshte do ta morun protestën, jam unë kreu i kësaj pune. Pra, jo më falni, me këtë nuk duhet në nënvlerësoj idetë e askujt, por idetë e tokës shesht nuk ekziston tokës shesht. Sigurisht. Po pra, por duhet të them këtë që idetë janë kaq divergjente sa që në fund fare, ajo që ka rëndësi është e përbashkëta e të gjithëve dhe jo e ndasia. Pra, këte e kemi quajtur disa herë bashkim në diversitet. Ne i kemi të gjitha rrymat, por bashkimi për dorëheqjen e qeverisë. Prandaj po them që ngritja e një kuvendi si përfaqësues i protestës do të thotë që të përcaktosh disa persona që do t'i artikulojnë këto kërkesa dhe nesër perceptimi është që do vjen përballë kryeministrit, gjë që protesta nuk e pranon. Janë vënë para kryeministrit, ja. Jo, të hysh në negociat. Pra, atëre pyetja ime, negociata zero, dorëheqje, nuk kemi negociata. A kanë, domethënë është pyetja dhe kulluri shtroni din që duhet formalizuar, po e përdoron fjalën formalizim se këta se kanë tek. Jo, nuk e thash. Jo, unë e përdor unë. Për mua është formalizim nëse bëhet një kuvend. Do me thënë, është vërtet formalizim, nëse ndodhet të bëhet kuvendi. Pra, që protestat ketë formalizim në të pikpamje, një kuvend do thotë që protestat ketë një kokë. Pa kokë kuvendin, jo të mëroj. Po, në rregull. Unë sqaroj dhe njerëzit. Ti bën emision vete dhe e bën mirë. Qartë. Tani, pra, formalizimi në këtë pikpamje, që një kuvend do thotë që bikush që ka një kokë. Dhe këtë kokë është ideja që pastaj që tha edhe zoti Tela tani, që mund ta marrë Edi Rama. Ose doktori. Doktori për shembull di shumë ti marr kokët. Po. Edhe Edi Rama di shumë. Dhe këta është ideja tjetër, pastaj që thonë edhe një pjesë e mirë gazetash, kujdes me lapsat se bëjnë atë zhurmë. Është ideja që thonë edhe kolegët të tjerë këtu që nuk duhet formalizuar asgjë. Se ta merr ai. Po. Pra, qartë. Tashi unë dua se Telën unë e vlerësoj, por nuk e di pse çedon logjik Tela. I pyeti grupin, i tha, si e bët, tha juve ato 5 pikat, tha umblodhëm dhe e bën, shumë mirë, tha. Sa shpyetëm njerëzit, pastaj umblodhëm. Pra, umblodhën njerëzit e bën, pra këta e bën kuvendin. Tela thot përgjithësia që mendon, ha? Qartë, më nuk po them, çedon logjika. Çedon logjika. Pra, që këta grupi këtyre umblodhë dhe bëri deklarat. Mbasi mbaroi deklaratën grupi, u miratua, është shumë mirë, pra funksionon ka një lloj kuvendi, po nuk duhet bërë kuvend më i gjerë se sa na merr protesta ky kuvend i gjerë. Por protesta është në rrugë, ti thot ta bëjmë kuvendin në hotel. Jo më vëlla, në rrugë ke. Kush ta tha në hotel? Po në hotel pra ke nxjerr foton, ne përfaqësuesit. Po nuk bisedohet në rrugë, o Andi, nuk bisedohet në rrugë punët e procedurave. Po këtu pra ndryshon kjo protestë, se të tjerat kanë shkuar në përzyra dhe janë edhe diskutuan atje se çfarë flasim, jo në shesht. Dhe pastaj erdhëm siç ishim tu. Ja me fjalë të tjera Armir që më thotë dikush që nuk është Tela në këtë rast. Po. 039 Italia, po ja. Më falë për ndryrjen e thotë, kjo ideja e një kuvendi shkon në kundërshtim me idealet e kësaj proteste. Kemi arritur në këtë pikërisht se nuk kemi zgjedhje të ndershme dhe përfaqësim të drejtë. Në vazhdim e kësaj, nëse një grup i vetë shpallur organizator vendos si do zgjidhen delegatët, kur, me çfarë procedure, atëra ai grup ka përcaktuar tashmë kornizën e lojës përpara se loja të fillojë. Nëse protesta lindi si diçka spontane, horizontale dhe papritur, ka delegatë që flasin në emër të saj, kjo krijon pikërisht atë çka protesta donte të shmangte. Një grup i vogël që merr vendime për shumicën. Njerëzit aspirojnë një projekt për një shtëpi krejt të re
por jemi në fazën e projektit. Ndërkohë, po rendim për të gjetur punëtorët që të nisin punimet. Po mirë, më falë, nuk ka asnjë mesazh nuk të vjen ty pro ides, se shoh që të gjithë këtu janë ku. Jo edhe unë... S'të ka ardhur asnjë mesazh. Ma more, këtë do thosha unë. Ah, bravo. Jo, ma more, pyetjen që t'i bëjnë do i thosha, po si zgjidhet kjo punë? Bravo. Se ka problem. Tani, nga frika neve se mos na e marrin këtë gjë, po e japim ne. Sepse protesta dje dhe sot, protesta ka qenë sa foltoret e Berishës. Dhuna po përdoret nga kryeministri dhe po përdoret edhe nga Berisha. Dhe frika tjetër duke u ruajtur, duke fryrë kosit ton, po digje nga qulli politikës vjetër, dhe ne do funksionojmë të gjithë si lubrifikant për të bërë një lloj zbutje dhe rotacioni, dhe protestat ikin shtëpi. Kjo është, dhe neve këtu, ky kuvend, as do të zgjedh deputet, as ka në fuqi ligjore. Ne aty kemi kapacitet bëjmë parti, Ylli, se janë gjithë personalitete. Por nuk kemi hyrë për të marrë, kemi hyrë për të dhënë. Ka skepticizm sa duash, dhe unë jam kundër. Unë kam... Por ka një problem. Unë kam, unë kam 36 vjetë në politikë, në jetën sociale, po brenda politikës si gazetar, dhe s'kam pas në një aspirat që të hy dhe të merem. Sot, me një SMS unë bëhem, o me një krau me tjetërin. Në qofë se unë vi sakrifikoj këtu, dhe si që thash edhe Irisit, kam ardhur për këta, jo për vete. Për shembull, ka njerëz aty që janë garant që të mos ndodhi kjo që ke frikti. E tha në mënyrë teorike, por unë po e them këtë në një mënyrë tjetër. Vitin e ardhshëm Shqipëria do të shkojë në zgjedhje lokale. A duhet kemi kandidat nga protesta për shembull? Partitë e vjetra dhe të reja do të hyjnë në zgjedhje. Doktori vrapon aty tani, Edi Rama vrapon në zgjedhje. Ju do të kanalizoheni te partitë ekzistuese. Ne duam se për shembull për zotin Kulluri mua më shkruajnë tani, pyete një herë, a ka qenë me Shqipëria bet ke qenë? Jo. Nuk e qenë. Asnjëherë. Nuk ka qenë. Ta japun përgjigjen për këtë. Ne kemi një hall tani si protestues. Ylli më fal, ne kemi një hall tani si protestues, halli jonë është i pari të jap dorëheqjen Edi Rama. Pastaj halli i dytë është mbas Edi Ramës të iki dhe Berisha të zhduket nga qarkullimi politik, sepse është bërë jo ujë ndënjur, po ujë qelbur. Dhe halli i tretë është ta zhbëjmë në kuptimin politik të fjalës gjithë sistemin nga 44 deri në 2026, sepse është një sistem që unë e quaj enverist dhe neo-enverist. Dhe të fillojnë sistemi... I kemi thënë këto deri tani. Fillojnë sistemi i ri. Ky është halli jonë si protestues. Jo, sot ju nuk kam thirrur për kuvendin. Dakor, e kuptoj. Tani nëse protesta nuk e pranon këtë kuvend. Po ne duam të jap dorëheqjen e Tirana. Ja ta them unë që jam ai që kam nisur si ide, unë them kështu. Në qoftë se populli protestues është dakord. Në qoftë se nuk është dakord, nuk bëj unë gjë kundër popullit protestues, sepse unë jam aktivist i vjetër, veteran, dhe nuk jam këtu të dalë kundër vullnetit popullit. Unë mund të kem një ide që ndoshta mund të më duket më mirë se sa që mendon dikush, por në qoftë se nuk kam konsensusin të rësor të popullit protestues, nuk e vijoj këtë punë, e kupton? Është shumë e thjeshtë. Por po e pata, do ta vijoj. Po nuk e pata, nuk do ta vijoj. Është shumë e thjeshtë. Domethënë, dhe kjo nuk ka lidhje me ndonjë frikë time, po ka lidhje me këtë. Ne kemi dalë aty si popull në tërësi, nuk kemi dalë si grupet veçanta. Dhe unë nuk mund të dalë tani të dalë kundër vullnetit gjithë qytetarëve. Pra kuvendi po s'desh protesta, nuk do bëhet kuvend. Nuk do bëhet kuvend. Po deshi protesta do bëhet. As nuk është bërë gjë për atë kuvend deri sot, përveç se disa njerëz kanë folur. Por ama, dhe po deshi protesta do bëhet se s'bën. Kështu që ne do punojmë që mbase protesta do, por në qoftë se nuk do, halli jonë i madhor tani është jap dorëheqjen Rama. Domethënë të mos kemi fare problem me këtë pjesë. E dyta, pseudo opozita me Berishën në krye duhet largohet. Ne kemi dy thirrje. Rama jep dorëheqjen dhe Rama në burg, Berisha në burg. Këto janë krye fjala jonë. Edhe ato 5 pikat kanë dalë pikërisht sepse është kuptuar shumë qartë që ka një konsensus Kulluri thonë bën shumë gjëra. Kush? Më shkruan njeri. Thot njeri, po janë thashë them. Ka ndruar dhe mbiemrin. Ç'në mbiemrin? Mbiemrin ndriturit. E ke vënë vetja po e thon këtë. Po që ka pirë një ditë që u bë tap ky, po çka këta budalliqe. Ka pas po mund të ketë qenë ballist, pianez, gjitha. Po pse më antarët e Partisë Punës me 10 kritere do shkojnë aty? Ka dalë populli. Dhe më i ziu në protestë është Bori Bardh para Edi Ramës antishqiptar. Edi Rama është antishqiptar, i cili punon për llogarit krimit organizuar dhe na ka marrë pushtetin. Dhe ne po ka dalë shesh nga gjenerata Z deri ata 90 vjeç për të marrë pushtetin prap, për të kthyer sistemin demokratik në Shqipëri. Se është pis ky, maskara ky, hajdut ai nuk ka rëndësi fare. Kemi një person që na ka marrë vendin. Këta palaçot, këta plerat, u ka qenë ky me
Shqipëria bëhet me Shqipëria s'bëhet, po diku të kemi qenë, kemi kontribuar, diku të kemi besuar dhe na kanë gënjur, prandaj kemi dalë në shesh. Nga i pari ke fundit. Dhe të gjithë jemi në shërbim të asaj gjenerate Z, fëmijëve tanë që kemi turpin që i lam këtë Shqipëri. Sepse kemi shitur nga 50 euro votën Shqipërinë tonë, copën tonë Shqipërisë, 50 euro me thes mjellë kemi shitur ne. E kërkojmë llogari sot dhe themi, a ka qenë kulluri me këtë, a ka qenë ai atjetrit. Le të ketë qenë me këtë dojë, ndaç kulluri, ndaç arbri, ndaç armiri. Sot kanë dalë sot se po i kanë marrë. Ore mos pse nxjerr shumë. Unë nuk kam. Zefe mor buri dhe se po ngeli ky popull idiot, kjo pjesë idiote e popullit, duke thënë, ky ka qenë me këtë, ky i thot atij kështu. Lërë mos e ka dalë njerëzit për bukë të gojës atje mor buri dhe. E kanë dalë dhe me parfum atje. Është e para protestë kanë dalë me parfume me xhel. Po le tani se ti u ngritet tani. Ka dalë me dikur me hunje me tani kesha dërvani. Kam komplekse fare me. Jo më jo e shoh. Tregoj jam kush doj të më drejtoj çfarë pyetje doj se i përgjigjem unë për çdo gjë, po ideja është këtu ne. Kjo si ka ardhur kjo? Ne kemi vetëm një shqetësim tani dhe shqetësimi është të dorishjet Rama. Sepse në qoftë se dorishjet Rama, Shqipëria do fitoj një precedent që nuk e ka pas kur më parë, që është që populli atëre pyetje për të katër. Dhe të largon nga pushteti. Edi Rama nuk ka fare ndërmend të jap dorëheqjen. Po. Do ta heqim. Si e delegitimon kjo protestë paqësore Ramën? Rama ka delegitimu veten që se i ka thonë njerëzve fuck you, më falni për shprehjen. Një kryeministër që i thot njerëzve një ofendim kaq ekstrem nuk mundet më të jetë kryeministër. Si ju duket? Unë pyes, komunikoj, ju ngacmoj, ju provokoj në njëherë që popullata të dëgjoj, jam i detyruar. Sigurisht. Do veproj në këtë mënyrë, ku po të më thëresin si analist, do jap mendimin tim. Këtu përpiqem mos kuptimet gjithmonë të pyes, e kupton? Ka dhe një element por të mos i shpalos ka dhe një element megalomanie tek Rama, po të shihni ka shkruajt parathonjën e një libri arkitekture, The Albanian Files, dosjet e Shqipërisë, ku përfshihen gjitha projektet e Ramës me oligarkët e me arkitektët e vetë për të vendos beton mbi zonat e mbrojtura para se këto zonat të hiqen nga listat e zonave të mbrojtura. Pra, ai e ka publikuar delegitimimi pra. Nuk ikën o zotëri, thotë, delegitimimi ja ta them unë, e ka bërë. Si e delegitimon një protestë paqësore Ramën? Të kujtohet. Se unë thëres njerëz të tjerë, Ermir. Më fal. Thëres, Amir, thëres njerëz të tjerë këtu të cilë thonë nuk duhet paqësore. Protesta. Po, sepse nuk delegitimohet në këtë mënyrë. Dakor. Ka të tjerë këtu po, duhet patjetër paqësore. Unë kam thënë paqësore dhe qytetare sepse kjo ka shkatëruar dhe ai nuk ikën lumit që kanë përdorur ata. Ai nuk ikën Ermir. Po. Atëherë ne do vdesim shesh. Dhe sa kohë do duhet për atëherë. Kemi fare si opcion nuk ikën Rama. Patjetër. Nuk është opcion. Rama, shiko, ylli, Rama se pushteti është perceptim. Ti e mban mend Berishën në vitin 96 mori 96 mandate. Apo jo? Nuk iku, po iku pra. Iku. Dhe pushteti është perceptim. Përderisa anëtarët, pjesëtarët e administratës tonë, kur të vi dita dhe ne do dalin protestë. Kur fëmijët e këtyre që punojnë polici dhe në administratë kanë dalë shesh, kur të gjithë janë mbushin Facebookun me tallje atij dhe atyre që shpërndajnë, pushteti ka rënë vëlla. Është çështje që do bjerë fizikisht. Ka rënë figurat e ndërkombëtare. Vetëm njëri i rëndësishëm atëre. Po. Punon në Ministrinë e Jashtme. Sa mua mund ta pyesësh. Pyet ambasador Frilani. Ambasadori i Austrisë ishte miku i Shqipërisë. Çfarë duhet të themi në filan takim të rëndësishëm me autoritetet amerikane sidomos? Edhe pyeta unë. Se nuk kishin frikat ati vinin ti thosh. Pyeta unë. Edhe gazetarën. Një tash, ore zotëri tani, çfarë ti thon Filanit? Ambasadorit. Ambasadori një bashkësie të rëndësishme. Edhe gjaku të rëngju të shkoj, unë nuk lëviz nga këtu ta. Kushta? Doktori pra, jo unë. Doktori pra, në rregull. Në rregull. Edhe gjaku të shkoj të rëngju ta, unë nuk lëviz nga këtu. Dhe i thashëm, edhe gjaku të rëngju të shkoj, nuk lëviz nga këtu. Dhe i thanë edhe ishtë me doktorin ai që bënde pyetjen. Kështu ka thënë dhe Maduro? Maduro, ndryshe tani pak. Jo nese. Disa veprime... Po jo, ka filluar senati hetim për Maduro në këtu shumë. I ka dhënë 180 ditë. Të mos themi sepse Maduro duhet ta gjykoj populli vetë për mua. Po mirë, më rregull. Për mua, po. Se tani... Ja pra populli po gjykon Maduron tonë. Sot ja t'i arbër, o habite shumë kur të thash unë, kisha anulluar, Trumpi kisha anulluar një karton të kuq. Ndërhyri,
Karton të kuq, si karton të kuq? Anulloj më një Amerikan kështë marrë karton të kuq. Dhe ndërhyri presidenti Trump nuk ishe falë. Zë më thënë karton të kuq. A i e goditin ka vili kartoni kuq kur del një futbolist nga fusha. Futbol. Si në futbol? Në futbol në Amerikanë, o zotri skuadrës amerikane, ishte nëzirë një kartoni kuq dhe do luaj me Belgjikën. Sot natën ose nesër do luaj me Belgjikën dhe Trumpi kishte marrë Infantinon, telefon dhe i kishte, nuk ish falë se e pashun. E qartë. E pashun të nuk ish falë. Pra unë, vë, me çpondot në botë sot, Armir, nuk e kuptoj këtë botë. Edhe Rama thot... E anulloj penaltin. Edhe Rama thot nuk ka Flamingo. Infantino tha nuk quhet. Në tani s'ka penalti. Kështu më falë penaltit është. Tani ne kemi kartonin e kuq, Aleksandri Monë. E anulloj dhe ai do luaj. Fantastike, fantastike. Do me thonë, tragikomedia e botës ku jetojmë është ndërkombëtare. E gjithë bota ka ikur pak Armir në këtë plan. Anullohet kartoni kuq nga presidenti Trump. Shqiptarët e revoltuar janë më keq edhe se Trumpi, edhe se Edi Rama, Saliu bashk. Shqiptarët e revoltuar. Nuk kemi më gjë për të humbur në ylli. Qartë. Atëhere, pushtetin, demokracinë e kanë marrë. A dhëm po na e marrin, fëmijët i kemi shtetit, lufta është sy për sy, dhëm për dhëm. Kaq. Tani, dy pyetje të fare shkurtë pa u ngërthyer me njëri tjetrin. Për shkak se po shkojmë edhe si kohë. Tani, çfarë po ndodh aktualisht me protestën, pak a shumë e kemi thënë vazhdimisht. Është shritur apo zvogluar? Sot unë pash që nuk ishte shumë. Ja të përgjigja mu. Po pritë se sa po janë mbledhur, kemi qenë këtu kur janë mbledhur, ku e dim ne? Kjo është unë umblodhen shumë, kjo është fillim duke shim pak dhe umblodhen shumë. Dhe s'kemi asë në rritja apo nullje. Çfarë mund t'juani ju arritjet më të mëdha pas 37 ditësh, i citoni me radhë? Ma lejoni një teknikalitet, një fjali. Këto që nxjerrin fotografitë e orës 5 pas dite dhe thonë nuk ka protest, këto janë ato mediat cilave unë ju thyj vezën mbi mikrofon. Po. Nuk ka shumë. Pikërisht, jo vetëm kaq, po qëllimisht. Qëllimisht po zot pomor, zotri tani, po ata kanë punë e tyre. Jo, unë vetëm du t'ja sharoj njerëz. Ti punë tënde kanë dhe ata, mos u mërzitni me ata. Atë punë bëjnë ata, kanë të rjetën që e bëjnë. Ne bëjmë punën kundër asaj. Po bëjnë. Dhe sqarojmë njerëzit këtu, prandaj po e them. Ja, o dhe ti. Po, po. Prej 2010-ës e deri më sot kam qenë organizator dhe pjesëmarrës në dhjetra protesta. Po pse Trikolur ka shkuar jeta protesta ato? Protesta, po. Që aty mbas 25-ës. Humbje, po vetëm fitime shpirtërore, po të ta shpjegoj. Kënaqesh me këtë shpirtërore? Jo, është një dhimbje e kënaqshme, që do vazhdojmë përpara derisa të cilim ndryshime. Pjesë protestojnë të tjerë fitojnë. Tani është protesta e parë që unë shikoj, që është vërtet e gjallë, që do të thotë, ka ditë që duket sigur po merr fund, kur pastaj dalin 300.000 njerëz në shesh, si data 4 aty, apo 200.000 ndoshta se mund të ma kritikojnë këtë. Ata njerëz të datës 4 kanë ardhur, kanë rrethu burgun ku ishim ne, aty brenda kanë filluar njerëzit të qajnë nga emocioni se sa shumë njerëz kishte. Kjo nuk është si protestat e tjera që kanë pasur kemi shpjeguar, është mbi gjithë kanë pasur kulminacion dhe pastaj rënje. Kjo është protestë që është e gjallë, merr frym. Nuk është as progresivisht në rënje. Arritjet më të mëdhaja për mua është që u bën shqiptarë. Zonjusha? Njerëzit e marrin shqiptarët e këtë protest. Mua e para është shqiptarët u bën bashk pa patur nevojën e partisë, pa patur përfitime, qoftë fetare, qoftë përfitime personale, u bën bashk sepse e kuptuan që kishte ardhur momenti të bëheshin bashk. Dhe ironia është që janë zënë gjithë jetën për toka dhe u bën bashk për mos të shitur tokat. Do të thënë, pjesa e mirë e kësaj. Pjesa tjetër është që kemi nxjerrë dhe kanë dalë vetë, në fakt sërse u lodhëm shumë, kanë dalë fytyrat e gjithë deputetëve duke sharë popullin e tyre të manipuluar, delirante, çdo gjë, dhe unë mendoj që në emër të gjeneratës Z nuk po e them me plot bindje se ndoshta ka tjerë që s'janë pro me mua, që nuk janë dakord. Ne po të kishim rënë, e kam thënë dhe në protest. Po të kishim rënë prej sistemit që Edi Rama bashkë me 139 të tjerë kanë ngritur, do ishim të manipuluar të delirant, po ne kemi lindur tek ky sistemi që këta kanë ngritur dhe po vazhdojmë dhe ne nuk mund të i quhemi të manipuluar sepse nuk kemi prodhim i këtij sistemi. 100% dakord, unë kësaj gjenerate do t'i lutem të organizohet, t'jetë më prezente, t'jetë më në forcë, ne jemi në shërbim të kësaj proteste pikërisht që brezi që ne kemi prodhuar dhe që nuk e lam dot trashëgimisht Shqipërinë, të ketë një sistem demokratik, të mos ketë oligarkinë më, mos ketë krimin mbi kokë. Ne do të luftojmë për këtë gjë mbas këtyre, por duhet të organizoheni dhe duhet të protestojeni. Duhet organizimi thotë. Dhe vëmendja e Europës dhe eurodeputetët që erdhën është prap një arritje e madhe. Për mua fitoria më e madhe është që po të rinjtë e Shqipërisë të
të 20-tave, ajo që po quajmë Gjerada Z, kanë gjetur zërin e tyre politik dhe po flasim. Ne të tjerët po dëgjojmë. Kjo është. Tela, përpara janë 2 muaj shumë të vështirë. Koriku që sapo ka nisur dhe gushti, njerëzit sigurisht që të largohen me pushime, është legjitime. Kjo ka më pak vëmendje. Por do vi... Si e keni menduar se do të vjoj protesta, mund të mbijetoj si pasush ajo, dhe 2 dhe 4 këtu fjalin e fundit. Si e kanë menduar në këto 2 muaj të vështirë? Të mendosh që mbas 36 vitesh tranzicion, të zgjidhet gjithë shka për 36 ditë është utopi. Mund vi edhe ditët e vapës të Korrikut, edhe gushti, po do vi prap shtatori, dhe kam përshtypjen që është kthyer në një institucion kjo gjëja, pavarësisht se duan t'i vënë emër kuvendi etj etj. Por protesta është ajo që ka ndërruar njerëzit në këtë vend prej 36 vitesh, dhe ajo është aktuale. Dhe shtatori, tetori, nëntori mund të zgjasë dhe 360 ditë protesta. Por tani, kush është në pushtet, apo kush do vi nesër pas nesër, do ta mendoj 2 herë kur të bëj një veprim. Në zgjedhjet e maj 2025, ne thonim hapur fare që Edi Rama i fiton këto zgjedhje, mund të marrë dhe i mandat 5. Tani gjithçka vihet në dyshim fal kësaj proteste. Qartë. Unë du të them që... 2 muajt që kemi përpara, ju mendoni që i mbjeton protesta? Protesta është një ngjarje historike që s'ka ndodhur kurrë deri më sot. S'ka dyshim, s'ka të gjitha. Dhe kjo do të thotë që 2 muaj për protestën nuk janë asgjë. Thanë që botrori do ta ndali, botrori filloi dhe po mbaron, protesta vazhdon. Jo, thanë datën 3 mbaron, thanë kur fillon. Jo, nuk mbaron. Jo, kur mbaronte botrori, kur fillonte botrori, më thanë mua, mbaron, thanë. Dhe tani dikush tjetër ka thonë mbaron në kur shkojmë ne me pushime, por nuk do të mbarojë. Keni vënë pa. Po ti duhet të shkosh në punë për shembull. Po kemi shkuar edhe në punë, kemi mbajtur edhe protestën. Unë personalisht Ti s'ke shkon në punë, ti që ti shkon student. Unë jam studente, po ka dhe student, jo, ka dhe student që edhe punojnë edhe mbajnë shkollë. Ta këtu shkojnë në punë. Mendo shtatorin, tetorin, filloj... Me këtë mjemër që i vunë këta që e shkojtë në kryen drituri, këtë protestën, të të mua. Ky ka vite tëra protest. Protesta mund të mbaj edhe gushtin këshu, me pak njerëz, po llogarit shtatorin, që kthehet jeta normalitet, vinë studentët, vinë gjimnazistët, edhe mbushet ai sheshi, pastaj nuk është më problem. Po fal, unë kam një vërejtje. Kush ju tha ju shtatori, vlla? Kush ju tha ju që nuk e heqim dot Edi Rama brenda Korrikut? Kush ju tha ju? Ne po numrojmë orët. Edi Rama ka vdekur politikisht, qeveria ti ka rënë. Ne po presim ta marrim... Po shkoj se din për shembull. Ai është i pushuar, populli e ka pushuar nga puna. Populli ka pushuar nga puna. Ndërkombëtarët e din këtë gjë. Kjo që ti tani populli e ka pushuar nga puna është metaforë. Po si e do ti? Ai të del te podcasti aty dhe thot 100 metafora. Podcast dalin ato me shalë që shanë ai. Mirë po them unë nuk po them. Nuk impresionon njëri me syzet e Edi Rama. Se Elton John i ka pas më të bukur asaj. Tani s'kemi gje besoj apo jo, do jemi në emision. Disa gjëra i tham si soni, po nuk e di, ma i kemi thënë të gjithë. Atëherë një gjë do them unë, bashkim, solidaritet, rezistencë. Edhe apartjak. Por pa kuvendin thonë. Po. Po kjo s'është më vërtet. Ta ndoshta duan ta marrin me se këta janë legjitime këta. Ja e morën. Duan ta marrin këta më. Tani do dalim nga aty në protestë, do vemi protestë atje dhe do qëndrojmë derisa aty ke Edi Rama, pastaj tjerat i zgjidhim. Kjo është kryesorja. Ne të 4 do dalim dhe do vemi te protesta tani. Kështu që më lejoni dhe një mesazh tjetër, unë du të them që pavarësisht faktit që po e përdorin policinë e shtetit dhe çdo strukturë shtetërore në funksion të partisë, sigurisht ishin parti shtet, nuk kanë asnjë shans që ta shtypin gjithë këto kryengritje kaq madhështore që po bëjnë shqiptarët. Iris, Arbër, Armir dhe Edviol, ju falenderoj shumë që ndihmuat misionin tim për bërë. Falenderojmë ne ty. Faleminderit. Se tem që duhet si ishte. Faleminderit. Ne do bisedojmë përsëri, sigurisht në një gjë të re, siç është kjo protestë, krejt e re, se ne jemi mësuar me protesta që tresin partitë, dhe thresin për shembull, unë e kam patur Mikaz dhe Majdarin, po thresin dhe sot. O zem të je gjallë gjitha këto, që ai sesh i shkreti, për të mbajtur një frymë kështu, kjo është një protestë e vërtet. Dhe në fakt e sinqert po thoni nga njerëzit. E vërtet, e vërtet në shumë pikpamje, jo vetëm e sinqert. Është me thirrje të brendshme, nuk është vërtet, nuk vjen e planifikuar me Molotov. Dhe vërreqi dhe qeveria dhe Edi Rama u kapën shumë pa përgatitur për këtë gjë.
sepse është shumë e vërtet. Ekspert psikologjistë thonë që Rama gjendet në gjendje të vështirë. Do t'jemi, atë nuk e dim tani se të mos themi gjëra atje. Po theme thonë ekspert, jo unë. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Fare shkurt publicitet rikthehemi.